Përshëndetje të dashur miq të kanalit tim zyrtar në YouTube, Pink Official, Pink, jo Fish, Blackfish, Black, Written Black. Okej, nëse çfarë që ka kjo, doli që ka. Sa po dola nga Virtual Muzeu që Zoti Lulë, Zaime Lulio, kishte ka nxjerrur para një dy ditësh në qendër me rastin e 102 vjetorit të falës pavarësisë, në të cilën janë të gjithë, do të thënë është diçka e kompleksuar që vetëm emrat nuk lexohen dot në realitetin, po ishin çik më të mëdha. Por nëse çon si ka kjo, e ka bot vetën, e ka sekretar bashkie që do të bëj diçka se ndryshe nuk ishte këtë të vetën. Por gjëja që më bëri më shumë përshtypje ishte se gjitha ato të rënë në luftë, treqeri kur janë pushkatu, por nuk më e desh janë pushkatu në kohën e Enver Hoxhës apo në kohën tanë se kanë pushkatu në kohën e Enver Hoxhës, po zakonisht Enveri s'ka pas pushkatu njerëz. Shna Enveri pushkatu njerëz. Enveri ka që qinq me gjëmba. Por shlidhje kanë këto me atë që sa po flisja, si lidhje. Atë dhe ta mbyllim temën këtu pra. Nëse në muzeu virtual i realizuar në qendër të Kalesën e Bellës, të lëndë përshtypjet mira. Ishte diçka e bukur realizuar nga Lulashi, por gjëja që më bëni përshtypje më shumë ishte se ndërtoi gjithë atë muze dhe nuk ndroi atë flamurin që është në qendër Tiranës, i cili u bë mo çfarë mund të. Të ja publikoj foton në Facebook. Edhe për atë. Si të qoftë. Do ju këshilloja të jeni mendimin tuaj për këtë temë. Like, share, subscribe, comment në YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, e shumë platforma tjera që s'kam follow me gjitha se s'kam nerva. Gazisi, ciao!